Qa është ajo, nëna? Të blë dadi surpriz? Ku e gjitha ata, man? Oj. Det är som bara det. Du vet att det är pampen pi. Batemi e thot tash. Papa mi? A shë e tha dadi? He, qa i bleve mamit? Mami qa i bleve në dyqan? Be surprise. Where is? No. Ha me bleve mua, pse hangre? Oh no. This. Dy po. Dëgjoj tash. Mami qa i bleve të dyqani? E tash se ka mendjen harroj. Te fiksimi që më blen sa herë vete. Ka bler çoni një shes të fshi shtëpi. Lozi nono. I the babi thank you. Yeah. Thank you, Daddy girl. Po nuk më the qa më bleve mua. It's gone. Më bleve kripore. Paroj. Paroj kripa. Ishte baruar dadi. Po që ka marrë me dhuratën e vetë, se t'ka arruar. Se sarë vetë në dyqan i mërë mamit krip. E keni bërë të shesim krip shpi. Ashtu montohet ajo? Që halë, e e vuri. Bzzz, pra të punë është? Të bëj bzzz. Po të kohë të dhe, se ka një vend të veje. Në qesh? Shka është këtë? Bravo Loga, fshit cepat. Përshëndetje goca, edhe mirë se keni ardhur në një video të re nga ne dy çupkat e shtëpis që jemi veshur, jemi bërgati edhe do dalim, kjo do është shumë gjumë, prandaj po rri kështu s'po lëviz fare. Do shikojmë mirë. E ka zënë këtë ndafili e questo. Jemi veshur e jemi kombinuar, çunat janë kombinuar me njëri tjetrin edhe gocat me njëra tjetrin, tani janë ndarë muhabetet në shtëpinë tonë. Do dalim, po Albani me Loganin të makina, se duket po ndezin makinën për bëjnë gati, sepse jemi të gjithë gati. Sot është ditë e shtunë, Albani është pushim, sepse është kështu koha jo shi, por e vrenjtur, që ta shpif, unë kamerën e kam kështu shtrëmbër. Nejse, s'ka problem. Edhe tham të dilnim, në fakt do shkojmë deri në South End, duket se quhet? South End on Sea, diçka e tillë quhet ai vendi. Kemi pas vajtur një herë në plazh që ishte shumë ftohtë. Dhe sot nuk do vëm për plazh sigurisht, do vëm sepse diku aty afër, domethënë në një vend tjetër aty afër, nuk e di saktësisht. Albani ka gjetur një lens, një objektiv për aparatin e madh dhe do që ta blejmë. Ka gjetur të përdorur në Marketplace, sepse ata janë goxha të shtrenjtë. Dhe do shkojmë do marrim atë. Dati gati? Atë mora të shohë. Çfarë? Se zëri shumë vlerë. Vlerë bësh aty. Edhe kështu do ikim. Unë kam veshur këtë bluzën që është çike shkurtër, më dalin këto këtej. Akoma nuk po më bie barku, po i thoja Albanit, ua, s'më ka rënë barku, me Loganin në këto kohë më kishte rënë. Avashta se një muaj keq ke lindur. Po, të gjithë thonë që me bebin e dytë barku të bie më ngadalë, më vonë, po nuk e di sa vonë. Mund të më thoni ju lutem kur ju ka rënë barku juve, se unë më zor po pres. Këto xhinset që kam veshur i kam masa large dhe të gjitha xhinset e tjera të mia i kam medium. Domethënë kam vetëm këto dhe një palë të tjera ngjyrë beige large që më bëjnë për momentin. Të gjitha të tjerat medium nuk më bëjnë. Mund t'i lidh, po do jem shumë në siklet. Kështu që po shpresoj të dobësohem, se më ka marrë malli për të veshur rrobat të mia, nuk akoma s'po mundem t'i vesh dot. Kështu që më thoni ju lutem, kur ju ka rënë barku me bebin e dytë? E di që nuk është për gjitha gocat njësoj, po pak a shumë, të kem një ide. Tani, do vesh atlete, do iki, thash merja një çantë. Duhet të kisha marrë një çantë që të fusja kamerën.
Edhe bateritë e kamerës, edhe të gjitha këto me radhë. Po ja që nuk e di se këtë çantë të mërë. I kam të gjitha atje ku i pata vendosur një herë në atë raftin. Shtëpia është lëmsh, ka shumë punë që duhen bërë. Kur çosh mëngjes, vishesh edhe ikën, normalisht nuk vendot asnjë punë. Ç'a të bësh më para? Të bësh punë, të ushqesh fëmijët, të hash për vetë, të bësh gati, edhe u lyva çik sot. Hajde më thash po lyhem, që mos të dilja si zombi. Edhe kështu, o do bësh këto, o do bësh ato. Edhe thash, okej, sot s'o bëj asnjë punë. Tani në mëngjes domethënë, meqense do ikim. Të merr të çantën. Këtë do marr, ta hedh kështu përpara. Edhe çfarë do të marr? Nuk e di. Do bëj mirë tiki. Që të mos vënohem edhe flasim më vonë. This Logan. What's that Logan house? What's that? Okay, what's that? Guppy. No, gap. A guppy. Gap. Guppy has my feet now. Oh no. Kujdes se do derdhësh kafen Logan tutëm? Oh no. What is this? Yeah. Here. Oh, I love you, Logan. Hi. Are you over here? Çfarë ke marrë për të pirë ti, Logan? It's by Cherry King. Is this Cherry? Cherry me qershi, a? Pi mirë të lutem se të kam sër mami? Është e mirë? Taste. Taste? Tastes good? Pi mirë të lutem? Bravo. Ndërkohë, neve morëm kola. Këtu kemi bebuskën. Edhe jemi tek një restorant grek, siç e dëgjoni edhe nga muzika. Cheers, Tati. Sa do bëjnë afto që në bëtumër, që është Të tre bashkë, ma Cheers. të flet, dy bashkë. Dy bashkë, ma? Dy bashkë. Flea. Daj ta shikoj qik. Hej, daj ta shikoj qik të gjupin, qo. Hape kështu, hape gjupin. Hape gjupin, të rga qupave sa bukur e veshur. Shikoni moj qupa sa bukur është bërë këtë quni. No, mami të te. Tregoj qik të robat, pa ktheu mbrapa, ktheu mbrapa. Ktheu mbrapa, rëtullohu. Ua. To des. Pa ato shuzët e reja, ja këtë regoj? Ha, fol, pse ti ku goja? Hajde se të ka bler dadi surprizë. Sa po erdhëm në shtëpi, hajde. The puppy. Pa, në e mami. The you puppy. Prit, ti hap mama. Sa po erdhëm në shtëpi, se duket shumë qartë, sa u futëm brenda tani. Albani mori docën e kalon andej. Do të jap çik për të pirë. Ka pirë, është okay, po Open the door, Logan. open the door. Do gjë që është për të hapur, pyet open the door. Gjithmonë. Edhe se po hapim pako tani. Look, do të qethi dati ty të ka bler një të re. Për të qethur nono. Yeah. A plastic. Ha? Jo, nuk kam tishur ato, janë të datit, kjo është e jotja. Oh my god, sa e bukur! What's a book? Shumë e bukur, ma ki qethse? Okay, I open Shumë e it. lezetshme. Qa është kjo tjetra, dadi? Në më tapë mama, se do thikën ajo, nuk hapet. Nuk hapet. Quna
u kthyen te Tesco se neve vajtëm atje. Vajtëm për të bler ato objektivin që ju thashë morëm fantastik shumë e mirë. Pastaj vajtëm në Chelmsford, më duket quhet ai vendi, Chelmsford çfarë tillë. Ishte shumë e bukur vetëm se ishte jashtëzakonisht shumë ftohtë. Frynte një herë të plevitoste na ngriu fytyra, hunda, buzët. Rrinim kështu, domethënë edhe pse ishin veshur me xhupa të trashë dhe u futëm tek një shopping center e madh që ishte atje. Shumë lezetshëm për të vajtur në ditë të ngrohta, në pranverë do vemi patjetër tek ai vendi që ta shohim se na pëlqeu. Por sot u futëm tek shopping center, pim një kafe shpejt e shpejt, pastaj vetëm hëngrëm. Ky na e plasi shpirtin me zor, kemi ngrënë logan këtu, logan ulu, logan mos prek, logan këtej, logan andej, kështu që hëngrëm me shpejtësi e erë, se erdhëm në shtëpi. Tani, çunat vajtën tek Tesco, se zotëria donte pizza, i morëm pizza. Morëm këto patate që i bëjmë në air fryer, shumë të mira. Morëm ca portokallë, unë i kërkova mandarina, po nejse. Doja gështenja fiksimin tim, fruti im i preferuar i vjeshtës, dimrit, kjo periudha gështenjat edhe ftojnë, por nuk ishte gështenja. Dhe dadi mori pupuskës, 2 kapuç. Se i shritur koka dhe nuk i bëjnë ato. Thank you so much. I shritur koka edhe nuk i bëjnë ato, kështu që mori zgjalli këtë. Edhe këtë shumë cute, shumë të bukur, isha ati bëjnë këto. Happen. Oke, të thash mami, në ma ta hapun thash, sepse nuk e hap do thik, do gërshër. Jo, ti s'ma dhe. I put kushen. Do gërshër. Ku janë gështenjat e mamit? No, mam. E bëhet sa ne kupena. Është mbyllur dyqani. Po ti ishe me dadin, leve pizza. Dadi, ato kupena. Tani vajti t'i dhe Albani, të thash bli gështenja. Çfarë është? Ka hapur zborin, more tek ai restoranti, ulëm vetëm ne ndiheshim. Ishin ca që po hanin për çefin e tyre, ajo muzika greke në thonë kështu. Neve Logan, hajde tu, Logan mos e prek, Logan e theve, Logan. Në çdo vend që shkojmë neve, emrin Logan e din të gjithë. Të gjithë e din që fëmija jonë quhet Logan. Hajde këtu, shtrëmbrotur rinj tun, hajde këtu, Logan së kripa, hajde këtu. As që janë djelë dhe fare, s'ton të dinte. Kështu që hëngëm edhe ikëm e vra. Albani që më thoshte mua, me mos më thoj për të dalë, sigur i thash unë, ai vetë më tha hajde. A bën edhe juve kështu kur dili me familjen, me fëmijë të vegjël? Se kur s'ka qaj bërë familjes, to si është me bukin. O, zoti marë. Kuj që nga silikon. Sa fort e pas kanë mështjel, edhe një gjë qelë që s'ka qenë dhe njëre mështjel ka që fort. Edhe gotat që blej unë, që të baterin. Një ngjitës silikoni që i dua është dadit. Për të ngjitër një gjatë për jashtë të dera. Po, hajde shikoje. Tash ti. Si fillim do të zhvishemi, do të pastroj fytyrën, po ndoshta ta pastroj më vonë, do të jap gocës për të pirë një herë. Po, është ngjitës silikoni. Edhe kështu. Do pim kafe, se më ka vajtur mendja për të pirë kafe përsëri, të kafen tonë të mbasdites tek Espressi janë i ri që sa shumë më keni pyetur për të Espressin shumë e mirë. Deri tani, se një javë kemi që kemi marrë, deri tani shumë fantastik duket. Presim të na vinë edhe 2 pako kafe të tjera. Ato ishin, më duket me shije çokoladë, por si ti Albani, ato po pres shumë ti provoj se çfarë shije do kenë. Edhe kështu. Po tregoj që kam lënë thonjt të më rriten. Dhe duaj t'i bëj, se më kam marrë malli të bëj thonjt për sot. U bëj një kohë shumë e gjatë që nuk i kam bërë. Edhe më jam bërë me pudër na, këto që për fytyrën. Dhe si që pa ta prerë herën e fundit, shkurt fare, thjesht i kam lënë, janë rritur, kështu që janë në këtë formën pa formë, të themi, të çrregullta, se nuk janë limuar e kështu, ky më thye. Po nejse, do t'i bëj. Dhe base i bëj nesër. Dhe nëse do bëj flokët nesër, nëse do bëj thonjt nesër, është për ata mos e hap të lutem. Nëse do bëj thonjt nesër, i bie që nuk do t'i laj flokët se i gjithë pluhuri, nuk do t'i laj sot, se i gjithë pluhuri i thonjtëve më vete në kokë edhe nuk do t'i laj flokët për ditë. Plus që më janë bërë pra për të lyer, më kanë dhënë ca fëmijë të tjera dhe duhet t'i lyej. Shumë gjëra kam për të bërë, po do përpiqem që t'i bëj nesër thonjt, edhe ta xhiroj se juve ju pëlqejnë shumë kur xhiroj duke bërë thonjt. Edhe se mua nuk më pëlqen fare të xhiroj duke bërë thonjt, se është lëmsh dynjaja.
Shumë vështirë, merr kamerën çoj këtu, bëj thoj merr xhelin, merr ngjyrën, futi në furrë këtë andej. Po ta shohim, mos i pris lutem. Mos pëlqen që bëj vetë. Na trego çik ca atëra. Na e mbylli. Oh no. Mos. Jo ashtu. Be nice. Më kujdes, be gentle. Mommy, people. Jo, bum se njëre bëri dadi mra mua në kokë, nuk e bëj më bum. Oh, my bowl. Jo se i bje këti xhaxhit rriurt. Baj këtu. Fali çupave, tregoj çupave çat ka rënë aty te lodrat. This is my breakfast. Oh no. Shumë dhurat e bukur. Wow. A dinosaur. A dinosaur. My head. Oh no. Okay. Mom, Daddy, my boom, no. Hi Chupa. Kemi ardhur të ham pizza. Tek pizzeria jonë e preferuar. Mos. Rritëm se i bia të xhaxhit. Dolëm, blem që gjëra, u vërdalisim në për dyqane. Takuam një shoku në Albani që na dha disa. My dinosaur. Takuam një shoku në Albani që na dha disa fazan të tjerë. 6 copë, edhe janë të fundit për këtë sezon. Nuk do dalin të godasin më. Edhe pastaj kur të vëmë në shtëpi do t'i qërojmë, do t'i pastrojmë, të fusim në ngrirje. Ishin femra po meshkull? Ato me ngjyrë janë meshkull duket? Ato janë pak më të mëdhej. Sa ishin meshkull? Edhe do të fusim në frigorifer, do t'i kemi në ngrirje për të gatuar në vazhdim. Se rrojnë ato në frigorifer si gjë. Thjesht presoj që t'i nxjerr ngrirja, o logan tute mos përplas. No, my boom, though. Edhe kështu, pupuskën e kemi këtu në karrocë po flëgjur. Daddy, people. Edhe do hëm pica e do ikim në shtëpi. Daddy, happy. Sot është ditë e diel, po kjo qyteza ku kemi dalë shumë vakët, s'ka njerëz, nëse s'pushon kjo. Është letë bësh video. Thoj çupave, sa bluzë të bukur ke bler. Ku e gjeta atë bluzën? Ku e gjeta? Ka vler në dyqan. Hajde, i klasi shik çupave. Ku e ke bebi motrën? Është këtu bebi motra. Si e ka emrin bebi motra? Daddy, Bella. Say please. Please. Bravo. Po që do hashti nono? Mos e edhe dati. No, Bella. Okej, do ta bëj zogu vogu ta mbyllim. Yummy pizza. Qa ke marti? Qa është ajo? The pizza. Okej, pizza. Wow. Prit do ta hapi dadi. I want this. E ima? Prit ta hapi dadi. Hapi dadi? Ta hapi dadi se do bësh ujë. Mos e shtyp, po? Sa e ke që shumë nga kjo? Yes, dove mami pizza do si i dadi tani. Ha, kjo është e mja? Treja pas. Treja bashk, nuk tha të dyja bashk. So you this one, Logan. You made this though. Jo me ato, nuk e dua me ato.
Jo, nono ka të vetat. Tash do ham. Është e beni. I can eat everything though. That's pizza and roll is no. Pse? Wow, kjo është my favorite. Sidomos me ullin zinj. Kjo është hallën çket. Ashtu dhe. Hajde të kem çpave. Erdhëm në shtëpi. Kush qesja më të dush me gjërat që blem? Oh, thank you, Logan. Sa për erdhëm në shtëpi, edhe të tregoj që blem. Blem të Poundlandi të, se do bëjmë këmbët e baby motrës. Më ka gjelë mëndja baby motra. Qa thot s'ku, it's time to bake it. Yes, they are fine. Logan bleu këtë, që është mikser për të bërë bukën, do t'i hedh qik miell dhe qik ujë pasaj, dhe ta bërë bukën se ndizet. E prishi përsi. Po lavatriçën ku e ke i tërga që po veç ta bleu dadi për e ca ditësh, ka bler edhe një lavatriçë, se e pa t'i bler një më përpara dhe thellë. Bleu dhe një budallik sigurisht. Gjeta këto të Poundlandi shumë të mira që janë kështu me arë kokosi. Edhe i mora, si kam provuar ndonjëherë këto, po nga ato tjera. Ku ke lavatriçën? Te Home Sim Home Go, hik mere. Ashtu të brava. Edhe pastaj morëm një formul, se Daisy pi formul. Pi dhe qumësh gjoksi, pi edhe formul. Edhe pse po përpiqem t'ja shkëpus një qik formulën. Edhe pasaj do u tregoj arsyen pse i nisa formul. Shikoni, kemi dhe një lavatriçë neve që se kemi thyrë akoma, ka 3 ditë që kemi bler, e ka prishur 2 herë tani. Prapë prishet qënë. Se s'rrotullon kjo? Yes, it's only 2. Po s'rrotullon, shprishur. Hey, what's wrong? Hey, what's wrong? Sa herë ke prishur ti për na? Edhe blem një bukë për tost. Dhe gjithashtu po, dhe lozi nono. Gjithashtu morëm edhe këto. Morëm edhe këto të dyja. Për të luar flokët, vajta prapë të number 1 black. Se kam kokën me 7 ngjyra tani. Qik nga hija të kuqes, qik nga ngjyra ime këtu kafe, këtu kam edhe kështu thinja. Pastaj këtu kam një hije tjetër, pastaj këtu kam akoma me këna nga fundi majat shumë të zeza, lara bala, e thash hajt për e marrë një, më tha dhe Albani me rëzes pas, dhe të onda e këqelja. E dhe morën qa marshmallow për Logani, se bëm baby chino, ka ish mami. Edhe i përqen të pi. Ndërkohë Daisy sa erdhi me lama ty tek këndi edhe po ri. Ne hangër... Ups! Na hiti që këto vetë. Ne hangër Monday, tani do t'jap gocës për të pirë, do t'jap gjoks, edhe... do pim edhe kafe, e pasa do vazhdoj me ditën. Nuk do t'i luaj flokët sot, se po përtoj. Do t'i luaj një ditë tjetër. Ky më ka mbajtur vaj. Ky pellushi gjigant që e ka marrë tek Shein, shumë i trash. Dhe i se i ka si po qanë. Bëm kafet, do më thënë, sa erdhëm në shtëpi, Albani na bëri kafet, unë i dash gocës për të pirë, e mbajta një qik në krah, ajo fjeti gjumë, Albani u mor me ata fazanët, i hoqi të gjitha puplat, i pastroi, i futëm në qese, i ndam 1 nga 1 në 6 qese, i futëm në një raft të gjitha në ngrirje, edhe mbase e gatuaj këtë javë 1 me përshesh, se na pëlqeu shumë se si doli herën e kaluar. Për vit të ri bëm një fazan, po kur ishte mami im, na bëri përshesh me fazan të tjerë edhe ajo dhe dolën shumë të mirë. Edhe kështu, na ikën disa orë të mbasdites, unë disinfektova lava komplet kuzhinën edhe huqin që kam unë, që laj me ujë shumë të nxehtë, i bëra duart copë edhe thajnë, i kam kështu, po më krijojnë bezdi, e ke një parasysh që duan limuar. Sa po gjërova një shorts të vogël, një video kështu vertikal për YouTube-in, sa ashtu e kam bashkëpunimin me Shein, edhe do të tregoja edhe juve këto rrobat, që tani nuk duket se do ulur pak më shumë kamera. Prisni. Këtë xhaketën që e kam marrë për motrën, kur e porosita ati është deri në fund të këmbëve, goxha e gjatë, shumë e mirë.
Kur e porosita te webi, mendova se ishte palto, nga ato që zakonisht marr unë, që më keni ndjekur e dini juve që unë i kam fiksim paltot e gjata, po na doli që t'ishte xhaketë si këto blazer, të hollat, për pranverë, shumë e lezetshme. Ka këto kopsat këtu, ka një kops këtu siç e shikoni, ka xhepa që duan shqepur, se gjithmonë vijnë të qepura këto xhepat, po më pëlqen shumë si ta thekson belin këtu, shumë e lezetshme duket. Nuk kam hequr akoma kilet e shtatzanis, mora diku te 13 kile nëse i mbaj mend mirë, se nuk jam shumë e sigurt. Me Loganin e mbaj mend që mora 17, po këtë herë mora më pak, po më duket se 13. Edhe kam akoma bark, kështu që më rri një çike ngushtë kjo, plus siç thash unë këto i preferoj që t'i vesh një masë më të madhe. Anyway, kjo është për motrën, ajo e donte medium, shumë e lezetshme, shumë e bukur. Po mendoja të merra edhe një për vete. Ka dhe këto prerjet në pas, shikoni pak, këto prerjet këtu. Edhe këto, të jep ka një lezet të ngushtojnë të pjesën, edhe pastaj vjen e hapur poshtë, shumë e bukur. Dhe po tha, po mendoja të merra edhe për vete, tani që e shikoj them ta marr. Nga ana tjetër them kam njerëz zakonisht shumë xhaketa, pastaj nga ana tjetër prap them po nuk kam xhaketa të tilla deri në fund të këmbëve. Kështu që me dy mendje kam ta marr dhe një për vete, po nejse, këtë kam për Anushin, kështu që ta gëzoj. Një gjë tjetër që e mora për vete, por do t'ja jap Sanjes, është kjo këmisha shumë e bukur, edhe kjo më pëlqejnë palat këtu, më pëlqen kjo pjesa këtu e jakës e supit, komplet domethënë si gjysgolfi, supi shumë i bukur, por edhe kjo më rrie ngushtë, dhe nuk është se po më pëlqen shumë dhe vetja ime, dhe kjo vjen set së bashku me këtë jakën. Kjo jaka është kështu, shumë e bukur. Edhe lidhet këtu. E di që më kujtoj atë jakën e përparseve që kemi pas veshur në klasë të parë, deri në klasë të 4. Edhe shikoni sa e bukur që është. Jam e sigurt që motrës time do t'i pëlqej shumë kjo, ajo xhaketa. Motra ime është në shkollë të lartë për juridik, edhe është stili që veshin këto gocat që studiojnë juridik. Këtë përshtypje më jep, nuk e di pse. Jo se ato të tjerat nuk e veshin, po ideja, nuk e di. Shumë e lezetshme. Do t'ja jap edhe këtë, se shikoni si më rri mua tani nga që është e ngushtë. Ka dhe këto në pas që unë si kam lidhur. Po, shikoni që palat e mia këtu, hera parë në jetën time që kam pala, se si më duket. Tjetër gjë, kam marrë këtë këmishën, shumë e bukur edhe kjo, këtë e kam marrë për vete, se mora vesh qa mase ishte kjo, më duket se edhe këtë e kisha medium unë. Se di se kur, po medium, po kjo është e qik më material më i gomuar. Shumë e bukur, si që shikoni, e bardhë dhe veçantë e kësaj, janë këto trëndafilat, shumë e bukur, shumë bukra. Ka një këtu, ka dhe një cak të tjerë këtu. Diçka tjetër që kisha marrë, ranë të ranë në shesh, është kjo bluza, të cilën e kisha veshur, po përtoj ta vesh prap tashi. Nga këto bluzat që kanë supin për jashtë, mua më pëlqen shumë ky stili, këto lloj bluzash, janë shumë femërore, të nxjerrësh të pjesën këtu më pëlqen, por nuk janë shumë komode për t'i mbajtur, se 1-2 o do ta ulësh o do bësh kështu ku diun, të paktën mua kjo më ndodh. Prandaj më keni parë të veshur me pijame o me ato bluzat që e dini juve që marr shpesh unë edhe më pëlqejnë shumë. Po thashë të ndroja të merrja një të tillë, se edhe këto më pëlqejnë, po thjesht nuk para i vesh shumë shpesh. E lezetshme. Pastaj veçantë. Ka këtë ngjyrën kështu, ka materialin të tillë siç e shikoni, është e gomuar, pas te webi, shumë e bukur, fotot si zakonisht që ata i çajnë në bëny, dhe thash okay, do ta marr edhe mora. Në pranverë do ta veshim, do ta kombinojmë me ndonjë gjë. Tjetër, kam marrë këtë fundin, të cilin më keni parë ndoshta, kam bërë ca foto, e kam postuar, është lëkure, i shkurtër, i thjeshtë, se s'kisha funde prandaj. Diçka tjetër që mora janë këto pijamet. Kam shumë pijame nga Shein dhe i kam shumë të trasha tani me qenë se avash do fillojmë. Nëse ne jemi në mes të janarit, po ideja do fillojmë marrim gjëra për pranverë për verë. Mora këto të kuqe, roz me zemra të kuqe. Dhe gjëja e fundit që kam marrë përsëri për veten time është një këmish tjetër. Kremi, shumë e hollë, domethënë duket kjo është e i dukshme komplet, me këto palat, vurare që ka filluar të më pëlqejnë këto. Në fakt, ka kohë që më pëlqejnë këto montët. Like it.
me këto rripat që lidhen këtu si që shikoni, dhe sigurisht do veshur me sutjena që të mos dukesh keq. Normale, se duket çdo gjë. Kështu goca, do t'i paketoj këto të motrës më vete, sepse kam edhe ca gjëra të tjera që duhet t'ja bëj gati, edhe një zot e di se kur do t'ja nis. Dhe ndërkohë do fus edhe këto të tjera të mijat për të larë. Daisy po rri me dadin, edhe me Loganin, poshtë, më duket se po flasin në telefon, kështu që do shkoj edhe unë të bashkoj me ta. Duhet heq make-upin se jemi në orarin që nuk e duroj dot më. Vjen mbasditja, kam 4-5 orë që e kam vendosur, dua me patjetër ta fshi. Dhe ato do bëj tjerë. Oh no, Logan çdo ditë do të mbaj bebi motrën në krah, po i ban kokën, o të falë zoti, se ka se mami mbaj kokën mos t'i bjeri. Po të ka gjatë vllai, thoj që të kam zemër, thoj. Të kam zemër, Daisy Rozi, mos qaj. Daisy Rozi, mos qaj, Rozi, mos qaj. Se të kemi shumë gjanë, vllai do të të mbaj tyje, thoj o të keqen. Uj, puthelotin. Thoj qik, o të keqen. Logan, e nëzorëm nga barku a shpirt. Logan do çdo ditë ta mbaj në krah dhe të bëj një picture. Sa herë që e merr në krah thot picture, mami picture, më bëj foto. Do foto, oh no. Ta marr mami tani? Është e madhe, ka që mban, se mban do të më shumë, ta marr? Okej. Tani, mos pejshurën se po fle motra. Tani, tregoj çik çupave qa është kjo? Kjo është bajk doll. Është bajk, për ka është ajo? Dhe kjo është ullën bibi motra to, kjo është nonës to. Dhe ullën dyja bashkë. Të dyja bashkë të olen juve? Po. Edhe kur janë 3 veta, Logan thot të dyja bashkë. Që ngjyrë është kjo bajk këtu? It's blue. No way. Blue one. Wow, beautiful. Okay, Po, 1, 2, 3. po Then I'm gonna table out this. po kush e zgjodhi këtë ngjyrën blu? Is this bike blue? Po shqip si i thon bajk? Let's say black. Biciklet, biciklet. Ishi të. The bike there's this. Thoj qik biciklet. Biciklet. Pavarësisht. Logan ka qenë shumë djalë i mirë, edhe baba gjyshi i solli një bajk. Bike. Seven. Bashkis. Is this bike? Is the bike what is the bike? Wow! Oh my god, Logan, koshi, shiko. Që do fusësh tu te koshi ti? Më futë bëna surprizë tu. Mos, në futë brenda surpriza aty. Më të ujtu. No, do fusi ujnë atje, bravo, se do lodhet shumë duke. Sikur do montosh një bicikletë të madhe duket. Si mjeshtër mekanik. O zot. Si të zbërdhe. E të mërte. Hajde, se sot ke kohë. Ti dadi sot të takon të montosh se 2 orë punë që bërë. The bike i tek. Ç'është kjo? Kjo është ajo që do mbajt, do ulet dikush tjetër? The puti he bike is tek. Lexova? The bike is tek. Look, it's big bike. Big bike. What is it in hell? I the dadi thank you. Thank you. Po baba gjyshit i the thank you. Yeah. Pse It's dëgjova? the baba this bike. Ba ke qenë djalë i mirë prandaj. Je i lumtur. I told you this is the bike. I told you. Edhe unë thash që si më mirë se do të thë baba gjyshit dhurata. I told you your daddy put I told you. Zogën e vogël e kemi atje po flugjum. Ka një 2 apo 3 orë që po fle. Edhe kemi vendosur këtu.
Edhe ka dhe një... Qa është kjo? Nga ato të fatit. Këtu. Logan. Vash, të rrallë. S'do të fokusoj kjo të shi. Nuk është mizë, është në këto. Ja harrova emrin more. Shikoj, sa e bukur është black edhe red. Ado. Ti qitë, se wow, të kemi zanzan, okej, mos është tip. Kështon, tani do montoj dadi këtë, edhe do të tregoj pastaj. E montuam bicikletën edhe shikoni ku s'ka hipur më zupa! Ka veshur dhe rrobat e Loganit sot. Ha, Logan, të pëlqen? Po. Shi si rria jo? Je shumë i lumtur nëna? Po. Të bësh xhiro me bebi motrën për jashta. Dolën çik jashtë këta, 2 minuta dolën 3 herë ra Logan. Daisy! Po qesh me vlajnë kjo? Ti keqen, thoj. Thoj, I love you, baby motra. E do shumë baby motrën ti? Po. Qa e ke ti? E ke shumë gjave zemër e ke, a? Je shumë i lumtur? Po. Po ti me? Po ti me? Say cheese. Buko. Ha? Buko. Shumë bukur i ke flokët. Kështu i ke shumë bukur. Kjo. Kush? Prezervator. Të janë kufjet e mamit. Hapen tu, bebyen tu. Aty hapen aty në mbyllën. Hapen tu, bebyen tu. Do t'i mbash nesër flokët kështu të bebat. Po. Sigurt. Po. Mos thua jo pastaj. Do e tregosh mësuesve sa gjatë i flokët. Okay. Lovely. Bye. Bye. Mos bëj dërin që tani. Bye. Iu.